Ti si ati, ku shtrihesh, ku flek, ku jeton, si e ndërton jetën tënde gjatë pushimin në shtëpi, pra në çdo moment do jetë një Big Brother i madh shoqëria njerëzore. Dhe prandaj bëhen dhe këto emisionet Big Brother, që njerëzit të mësohen me këta, që kur t'i vënë ata, njerëzit i kenë parë në këto emisione, e të thonë, mo çka ka ja kështu si këto, po si këto si njerëz, po. Edhe të veten të ambientuar me këtë, kupton? Dhe do jetë një burg i madh që ashtu si survejohen të burgosurit në burg në dhomat e tyre, ashtu do survejohet gjithë shoqëria njerëzore, në qoftë se këta do të arrin. Po unë mendoj që njerëzit duhet të reagojnë, të mos pranojnë heqjen e paras, kesh paras. Po ojsh kesh paraja fizike, njerëzit kanë humbur lirinë, se ti pastaj je në dorë të qeverisë. Je në dorë të Goliathit të madh që bën çfarë doj me parat tënde. Ka qef ai ti pret ty, ti pret. Nuk të fut në burg ai. Thotë jo, thotë, s'ka nevojë në burg, se burg është këtu, po vetëm është burg i hapur. Thotë unë s'të fus në burg. Pare nuk do kesh, dokumenta nuk do kesh, avion nuk do ket. Nuk do ket avion. Do ket. Po do ket për shembull duhet t'i tregosh një arsye shumë madhore ti pse do t'i ikësh në Francë. Për qef nuk kam më. Vetëm po i thej që më ka vdek nëna ose baba në Francë, do shkoj të marr pjesë në varim, ti jep ky kryetari i komunës ku jeton ti një dokument, thot po të lejohet, thot të udhtoj se po pa arsye madhore nuk udhton dot. Do priten këto, s'ka, ik shko udhëto siç është deri më sot. Këto njerëzit mund të qeshin sot, kupton? Thonë, çfarë po thotë? Sigur që kanë qesh më herë. Ku i ka marrë ilaçet ky thon? Ku çfarë lloj malli ashashin pikë ky, kupton? Mirë po kur dalin pasaj gjërat, pasaj filloj flasin gjitha gazetarët si unë. Kupton? Tashi ata tallen, ose flasin me përshmim. Edhe këtu për shembull është një gazetar, ku diun ç'është, se s'jam mbaj mend emrin, një që kush është ai? Ku diu se ç'është një Bubuzhela, si e ka? Po çka thot? Buzhala, mos është Buzhala. Buzhala, një shkurt kështu, një vockel kështu. A ky është një Bubuzhela, kolege ke si ka Bubuzheli themi atyre ne që janë. Çka ka bëu Buzhala? Janë ca miza që rinë në pleu, kështu quhen Bubuzhel. Ashtu e kam duket ato mbi emrin, ashtu ngjan si ato Bubuzhelat. Po pse më thu? Ai kështu thot del njëri thot dalin këto televizionet të jep ai orientimin se si duhet veprojnë pronarët e televizioneve, kë duhet të ftojnë, kë s'duhet të ftojnë. Ai man monopolin e të vërtetave të mëdha, vetëm ai flet drejt edhe saktë, gjithë të tjerët janë budallënj, edhe duhet flas vetëm ai si Enver Hoxha që moti, edhe çfarë thot ai dhe ato që thot ai janë të vërteta. Bashkë se ka dhe ca bubuzhela të tjera nga Shqipëria që dalin dhe ata që flasin kështu. Edhe flisë edhe për këtë Arianit Slamnikun ty në burg, se kështu, se ashtu, se në fakt këtu mjekësia, po edhe shoqëria, kanë mbetur çik mbrapa. Ai me sa e kam ndjekur unë çështjen e atij Slamnikut, ai ka shkelur ligjin që ka ushtruar një profesion të paligjshëm. E para e dyta ka pas biznesin pa regjistruar, sa ka? E ka pasur të pa regjistruar. Po. Por pse na me pagu ta tema ju? Duhet të dish një gjë. Autizmi shërohet. Dhe ai e shëronte autizmin. Dhe autizmin e shërojmë edhe ne në Shqipëri, nuk është problem. Por flitet që nuk shërohet se nuk është smundje. Ne japim këshilla, për shembull. Ne japim këshilla. Thonë që nuk shërohet se nuk është smundje. Shërohet, shiko. Autizmi është bërë nga metalet e rënda dhe është bërë prej vaksinave. A është smundje ju? Shiko, vaksinat janë një shpikje e djallit. I ka shpikur mjekësia e Rockefellerëve. Mbas viteve 1900, ata shpikën fjalën virus. Virusi nuk ekziston. Apo më gjoni doktor, ngriuni tash, qa po thot ky, qa po bën ky, nuk ekziston virusologjia. Është gënjeshtër virusologjia. Nëpërmjet virusologjisë çon njerëzit ke vaksinat. Dhe nëpërmjet vaksinave çon njerëzit nëpër farmaci me kalimin e kohës. Ose i lën autik, kurse Down është një smundje lindur. Kancer nuk ka pasur. Të parët ta nuk kanë pasur kancera. Domethënë para një shekulli e ca, s'kish kancer.
Kanceri u shpik nga vaksinat, nga cowpoxi. Edhe këto si them unë, thonë mjek nobelist. Unë s'jam mjek, po unë studioj mjek të dur, dhe unë i di shtyllat e mjekësisë. Dhe qeja kryesore që është në qëllimin e shëndetit njeriut, është profilaksia, pra është mbrojtja nga smundjet. Dhe e dyta vjen shërimi, që kur ti smuresh, ose ke diçka të lindur, ti të dish të shërohesh. Po një popull që ka profilaksi, ai popull ka më pak farmaci. Dhe një popull sa më pak farmaci të ketë, aq më i shëndetshëm është. Shko në popujt e zhvilluar, shko në Hollandë, hyrë në Amsterdam,